Dy nipat e ish bashkiaku demokrat Agron Kaplanaj dhe një i afërm i tij të vënë në pranga të martën pas një sherrri me agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit akuzohen zyrtarisht nga prokuroria e Fierit për veprën penale, goditje për shkak të detyrës. Sipas neni 248 të Kodit Penal, goditja për shkak të detyrës është një vepër që mund të dëshkohet me burgim nga 3 deri në 8 vite. Claudio Kaplanaj, Ledian Kaplanaj si edhe Gerald Kolçaku, sipas prokurorisë së Fierit, e cila po heton incidentin, kanë ushtruar dhunë fizike ndaj punonjësve policisë, pavarësisht prezantimit nga ana e këtyre të fundit. Në një njoftim zyrtar, prokuroria sqaron gjithë dinamikën e ngjarjes. Një hetuesi i Byros Kombëtare të Hetimit dhe oficerët e forcës së posaçme operacionale të policisë së shtetit ka qenë duke kryer veprime hetimore në kuadër të një hetimi të prokurorisë së posaçme në aksin rrugor Fier Patos në afërsi të fshatit Portës e Madhe. Gjatë kohës që ishin duke kryer veprime, ata janë filmuar nga një person që i ka detyruar të largohen nga vendi ku ishin pozicionuar. Rreth 30 minuta më pas, gjatë kohës që ishin duke qëndruar në mjetin e tyre në një vend tjetër, në anë të rrugës publike, u janë afruar 3 automjete nga kanë zbritur disa persona, të cilët kanë ushtruar dhunë fizike ndaj punonjësve të policisë, pavarësisht prezantimit të këtyre të fundit. Më tej prokuroria e Fierit sqaron se ka paraqitur në gjykatë kërkesën për vleftësimin e ligjshëm të arrestimit në flagrancë dhe caktimin e masës së sigurimit personal ndaj Claudio Kaplanajt, Ledian Kaplanajt si edhe Gerald Kolçakut. ABC News konfirmoi më herët se përplasja nisi pas ngritjes së dronit që agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit dhe forcat operacionale përdorin si mjet pune për të grumbulluar prova në kuadër të hetimeve që kryejnë.